إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi I qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet e unaj dërguim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar", që don të thotë dhe Zoti yt krijon çfarë të doj dhe përgjell këtë doj. Dhe nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgjell, është ajo dhe në të cilën vetëm se kemi hyrë, vëllezër të nderuar, e aja është 10 netësh I fundit I Ramazanit. Pra 10 netësh me I mirë, 10 netësh me I dashur, 10 netësh me I dalluar, 10 netësh me I përgjellur të Allahu subhanahu wa ta'ala prej netëve të vitit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili është vula pejgamberve, ai I cili është me I zgjedhuri I të zgjedhurve, pejgamberve dhe gjitha krijesat që Allahu subhanahu wa ta'ala I ka krijuar, e dallon të këtë 10 netësh dhe bënte ibadet në këtë 10 netësh, çka nuk bënte në netë të tjera dhe ditë të tjera të vitit. Prandaj nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai I cili siç ka në hadith nga Aisha radhiyallahu anha, shadda mi'zarahu, është ngon të rrypin e tij, që jep me kuptu se bën të angazhim të madh në ibadet, në namaz dhe lutje dhe lexim të Kur'anit në këto 10 net. Edhe ky pejgamber I cili sallallahu alaihi wasallam ai qadha ahla, e zgjante dhe familjen e tij në mënyrë që ta zënë natën e Kadrit. Edhe nëse ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam e mësoi ummetin e tij men qama lejletul qadri, kushdo që falet natën e Kadrit, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duke u fal me iman e Allahun azza wa jall, dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu ja fal atij mëkatet e tina. Pra ja fal të kalumen e tina. Prandaj, nëse kjo ka qenë gjendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë vëllezër të nderuar, edhe ne duhet ta pasojmë atë, edhe ne duhet ta ndjekim rrugën e tij, nga se nuk ka hajër dhe mirësi vetëm se na ka drejtuar në të. Edhe këtë hajër dhe këtë urdhra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jam se umetit e tij, janë vetëm që të na shpihen për në xhenetin e Allahut dhe për të lumturuar ne në këtë botë përpara Allahut azza wa jall kur qëndrojmë edhe në botën tjetër në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, arsyeja për shkaku sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam angazhoi shumë në këto 10 net, ishte ajo që me arrit natën e Kadrit. Natën e Kadrit për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti një surë në Kur'an dhe e emërtoi Suratul Qadr, pra kaptina cila flet për natën e Kadrit. Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë natë thënë Kur'an: Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit është natë më rëndësishme se 1000 muaj. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu tha: Inna anzalnahu fi lejleti mubaraka. Ne kemi zbrit atë Kur'anin
në një natë të begatshme, e kemi zbrit në një natë të bereqetshme. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti një sure të tërë komplet dhe vendosi në Kur'an për të treguar për madhështinë, për të treguar për pozitën dhe për të treguar për vlerën e kësaj nate. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne filluam shpalljen e Kur'anit natën e Qadrit. Pra natën e Qadrit, natën e pozitës, natën e vlerës, natën e madhe, për arsye se ai i cili e ka lë këtë natë me namaz, dhe e ka lë me ibadet e lexim Kur'an, dhe e ka lënë me përmendjen e Allahut azza wa jall, dhe e ka lënë me lutje dhe doa të ndryshme, ai person ka me pas pozitë dhe vlerë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe Kurani ti ka me pas vlerë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe çdo ibadet të cilin e bën ka me pas vlerë dhe pozitë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu, duke treguar për madhështinë e kësaj nate, tha në vazhdim: "Wa ma adraka ma laylatul qadr." E ku e di ti se çfarë është nata e Qadrit? Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala dha përgjigjen dhe tha: "Laylatul qadri khairun min alf shahr." Nata e Qadrit është natë më e rëndësishme se 1000 muaj. Pra 1000 muaj i bin të 34 muaj. Pra hajrin këtë natë, vepra e mirë këtë natë, ibadetet në këtë natë, e arrin vlerën e atij personit i cili ka bo ibadet 1000 muaj rresht dhe më hopa ndalë heq. Të 34 muaj dikush nëse i mundësot me bo ibadet radhazi, do me thonë rresht pa ndalë heq, njashtë të ty Allahu azza wa jall ta ka dhonë këtë natë, ta ka dhonë këtë mundësie, do më hamë me disa orë të caktuara me arrit këtë shpërblim shumë të madh. Dhe kjo është prej fadiletit dhe vlerës e madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala e dalloi umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dalloi muslimanët. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala tregoi se në këtë natë, vëllezër të nderuar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Këtë natë zbresin melaqet dhe zbret Xhibrili alayhi salam, pra zbresin melaqet e Allahut azza wa jall për me prezantu së bashku me besimtarët. Është natë madhështore. Imagjino vinë musafir special me lesë Allahut azza wa jall dhe futen në xhamia dhe në shtëpijat e besimtarëve dhe qëndrojnë afër tyre dhe lutën për ta dhe i lavdrojnë ata dhe kërkojnë falje për ta tek Allahu subhanahu wa ta'ala. A ka më mirë se sa të jesh në shoqërinë e melekëve, të jesh në shoqërinë e atyre që nuk i bojnë gjuna Allahut subhanahu wa ta'ala? A është më mirë të jesh në shoqërinë e melekëve apo të jemi në shoqërinë e shejtanëve? Allahu na ruaj. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala për shoqërinë e melekëve dhe shoqërinë e pejgamberëve dhe shoqërinë e atyre që adhurojnë Allahun thotë: "Wa hasana ulaika rafiqa." Sa shoqëri e mirë janë ata. Pra sa shoqëri e zgjedhur dhe e lartë dhe që kanë vlerë tek Allahu subhanahu wa ta'ala janë ata. Pra këtë natë zbresin melaqet, dhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se numri melekëve natën e Qadrit është më i madh se sa numri guralecëve. Pra është më i madh se sa numri gurëve në tokë, aq shumë që prezantohet, aq shumë që zbresin melaqet. Dhe zbresin në udhëheqjen e Xhibrilit alayhi salam, ti meleku i cili ja dërgoi Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja zbriti këtë libër pa të cilin ne vëllezër të nderuar do ishim në humner, do ishim të devijuar dhe të humbur, nuk do të dinim ta njohim Allahun azza wa jall, nuk do të dinim ta njohim krijuesin, dhe nuk do të dinim se çka është Ramazani dhe xhirimi, e as çka është vlera e dijes, e as fara janë ibadetet e ndryshme. Mirë po fal Kur'anit që Allahu azza wa jall ka zbrit, ne uzuam në rrugën e drejtë dhe ne dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na tregoi rrugën që ai don në këtë botë e që ne duhet ta pasojna dhe gjithashtu na tregoi rrugën e cila na shpije për në xhenetin e Allahut. Allahu na mundsoft. Gjithashtu Xhibrili alayhi salatu wassalam pra zbret në këtë natë për arsye se me ja bë me dije muslimanëve se kam zbrit për madhështinë e Kur'anit, i cili ka filluar me zbritjen në natën e Qadrit. Pra Xhibrili vjen me këshyr muslimanët, çka i kanë hallat me Kur'an, çka i kanë punë me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. A janë duke lexuar atë,
a janë duke mësuar atë, a janë duke punuar me të, a janë duke gjykuar me të, a janë duke u kthyer në çështjet e tyre të dynjas tek libri i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, si madhështia asaj që Kurani ka filluar me zbritjen në natën e Kadrit, edhe Gjibrili alayhi salatu wassalam zbret mua në këtë natë. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në fund, selamun hiya hatta matla'il fajr. Aja natë është paqë, aja natë është siguri deri në agimin e mëngjesit. Pra aja natë ka përfshi hajret shumëta, dhe aja natë është e dalluar te Allahu subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mësoi në hadith dhe tha taharru lailatul qadri, kërkoni natën e Kadrit në natët të Ramazanit. Pra kërkoni në natët sikurse nata 21, 23, 25, 27 dhe 29. Prandaj është fshehje kjo natë vëllezër të nderuar për një arsye. E aja është që besimtari me boj ibadet, dhe besimtari me ruaj gjuhën e tij, dhe besimtari me urujt edhe vllaznillahun e tij. Nga se një pej shkaqeve që u fsheh kjo natë, është edhe aja se janë zëng dy musliman me njëri tjetrin në kohën e pejgamberit alayhis salam. Dhe pasi që është lajmëruar se është nata e Kadrit, ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lajmëru, dhe derisa i ka pajtuar ata dy musliman, thotë rufiat, është ngrit nata e Kadrit. Shikoni se si ky hajër është ngrit vetëm për shkak një zënke, a thue sa hajri mundet mu largue për shkak përçarjes së muslimanëve, ose urrëties, ose xhelozis, ose mos urdhërimit për të mirë dhe mos dalimin nga e keqja. Prandaj nata e Kadrit është natë e madhe, është natë me vlerë, dhe personi i cili bën ibadet vlerësohet shumë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe mjafton fjala i Ibn Qayyimit rahimahullah, i cili ka thonë, sikur nata e Kadrit të ishte e fshehur në natët e vitit, do besha përpjekje për me taku atë dhe për me e arrit atë natë, për shkak vlerës e madhe që ka te Allahu subhanahu wa taala. Mi po hat neve na është tregu muaj i saj, pra që është muaj Ramazan, dhe na është tregu që është në 10-shin e saj, pra në 10-shin e fundit, dhe na është tregu se është në natët tek, pra në natët tek të fundit të Ramazanit. Prandaj si sa pejgamberi alayhis salam alif në natën e Kadrit në natët tek. Prandaj si me kalu këtë natë, apo si me prit këtë natë, se cili besimtar duhet ta pastron brendësinë e tij, pra të pendohet dhe të heqë dorë nga çdo mëkat që ka bën këtë botë, dhe t'ja jap besën Allahut që do ta përmirëson të ardhmen e tij, dhe nuk do kthehet në mëkate, dhe gjithashtu ashtu ta pastron edhe të jashtmen e tij. Pra ashtu qysh zbukurohemi dhe stolismi në anën e jashtme, duhet të stolismi edhe në anën e mbrëmshme, nga se Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët pendohen dhe i don ata të cilët pastrohen. Elus Allahun azza wa jall që Allahu na mundson me arrit natën e Kadrit, në atë gjendje që Allahu don dhe është i kënaqur, dhe elus Allahun azza wa jall që Allahu na liron qafat tona prej zjarrit të xhenemit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, kam përmend dietarët, siç e tham edhe në pjesën e parë të hutbes, se një ibadet, qoftë namaz, qoftë leximi i Kuranit, qoftë sadaka, qoftë çfarë do lloj ibadeti me të cilin Allah është i kënaqur, e arrin atë natë për natën e Kadrit vlerën e më shumë se 1000 muajve. Prandaj preferohet që të falemi sa më shumë namaz dhe të shtojmë sa më shumë nafile. E në veçanti vëllezër të nderuar, në mos na ik namazi taravive, namaz shumë e vlerë, shumë i dashur dhe që afron robën tek Allahu subhanahu wa taala. Pra 2 rekate taravi, 2 rekate namaz natë, një namaz vetër që e fal dhe përputhet me natën e Kadrit, e ki vlerën dhe shpërblimin së sa 83 vjet e me tepër. Gjithashtu leximi i Kuranit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju zbrit ky Kur'an në këtë natë. Pra në natën e Kadrit filloi. Dhe kur filloi me zbrit në natën e Kadrit, atëherë Allahu subhanahu wa taala bani që kjo natë
të jetë natë madhështore. Prandaj nëse ne dëjmë me kanë madhështor të Allahu Azza wa Jall, patjetër që duhet me lexue Kur'anin, duhet me lexue librin e Allahut subhanahu wa taala, nga se ky Kur'an ka zbrit për neve njerëzit tokë, dhe ka zbrit për gjinnet, për me adhuru Allahun Azza wa Jall, për me zbatur dhresat, dhe për me nga dalesat që Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar. E treta, o vëllezër të nderuar, mundohu që me dhonë me dorën tënde në këtë muaj, e në veçanti në këtë unet, nga se nëse jap një natë prej natëve dhe qëllën nata e Kadrit, do e kesh shpërblimin sikur se me dhonë më shumë se 1 muaj, sikur se me dhonë sadak më shumë se 83 vjet e 4 muaj. Prandaj kur do me arrit ky shpërblim nëse nuk e arrin në natën e Kadrit? Dhe gjithashtu, vëllezër të nderuar, shpeshtimi duave dhe lutjeve, nga se Aisha radiallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, o i dërguar Allahut, çka nëse e kuptoj se sot është nata e Kadrit? Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, quli, thuaj apo lutu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anha. O Allah, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Prandaj kështu mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha, dhe kështu mbet ky mësim për umetin e tij. Është doa e shkurt, është lutje e shkurt, mirë po kuptimi i saj është madhore. E lut Allahun azza wa jall që Allahu më fal mua dhe juve. E lut Allahun azza wa jall që Allahu na mundson me arrit natën e Kadrit me ibadet dhe namaz dhe vepra të cilat na afrojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون